Patjetër që kjo do të jetë një pjesë e gjithë hetimeve administrative dhe pjesës të hetimit gjyqësor që do shkojnë në fund me kolegjin zgjedhor. Në fund, certifikimin e zgjedhjeve në aspektin administrativ ligjor të brendshëm e bën Komisioni Rregullator, i cili do të marrë vendimin përfundimtar. Kuptohet që ne do të presim për të marrë këtë vendim përfundimin e të gjitha hallkave të ankimit, të gjithë vendimet që mund të jepen nga ana e kolegjit zgjedhor. Kështu që nëse kolegji zgjedhor do ta vlerësojë mbi bazën e provave fakteve që këto zgjedhje nuk kanë pasur paragjysi, të cilat mund të çonin edhe në ndryshimin e rezultatit apo në raste konkrete të cilat ata mund të i verifikojnë mbi bazën e ankimeve të subjekteve zgjedhore. Pastaj edhe ne si Komision Rregullator do të marrim vendimin ton. Por unë si pjesë e këtij komisioni, ashtu siç kam bërë dhe në gjitha zgjedhjet e tjera, në qoftë se nga ana e gjykatës në këtë rast kolegji zgjedhor do të kemi një konfirmim të një rregullësie të procesit, unë mendoj që në fund është gjykata ajo që flet dhe të gjithë ne aq më tepër ne që jemi juristë kemi një postulat që nëse gjykata flet ne nuk e interpretojmë vendimin, por vetëm e zbatojmë. Kështu që t'ja lejmë kohës, t'ja lejmë fakteve, nëse provat dhe faktet do të jenë të tilla, unë mendoj që edhe kolegët tanë të kasit edhe kolegji do të veprojnë në objektivitet mbi bazën e provave. Nëse ka prova dhe fakte, patjetër që besoj do të vlerësohen si pozitivisht apo negativisht, do të disponohet me një vendim në fund.